bashkë me ty gjithmonë. Në emër të familjes tonë, ju falenderoj që keni ardhur sot të ndani një dhembjen e madhe dhe krenari për birin tonë të dashur e të juajin Arnor Tehali. Unë e kam ditur, po sot po bindem edhe më shumë, se Arnori nuk ka qenë vetëm i ynë, Arnori ka qenë i të gjithëve, Arnori ka qenë i Kosovës, i Lirisë, i Ardhmërisë dhe idealeve deri në Bashkimin Kombëtar. Andaj, si prind, edhe pse jam shumë i bindur, kërkoj që idealet e Arnorit natyrisht i ka marrë në lëvizjen e vendosje, shokët e tij të bëjnë përpjekje më të mëdha që t'i shojnë deri në fund. Qeni aktivist të jeti gjallë dhe i heshtur. Shumë punë ke pasur si e kryer, përfunduan, po pa autor, nuk ka qenë protagonist, nuk ka qenë një person që e ka dashur që punën sti t'ja bëj emrin fundit. Ai ka punuar edhe për ngritjen dhe zhvillimin e qendrave të vendosjes në Mërgat. Prandaj Arnori ne edhe sot, edhe çdo ditë pas ditës së sotme, sot jemi gjallë, dhe pas nesh do ta gjejmë kudo ku është organizata e konceptit të lëvizjes sonë. Pra ai ka qenë i gjallë dhe aktiv gjithmonë, por në të njëjtën kohë edhe qetë e modest. Kjo gjallëria e tij e qetë është vetë përjetësia. Kjo gjallëri e mbijeton ata. Prandaj unë që them të drejtën, nuk po mund ta besoj ende që Arnori ka vdekur. Po më duket që nesër të zyrja do të vi prapë. Dhe ndoshta teksa po përgatiten që të shkojnë në aktivitet dikun, ai po diskuton me gjyqtarin në zymin e Moks. Ne mund të flasim pafund për kontributin e Arnorit, e punën e tij, por dhe më lejon sot është edhe më shumë se kaq